Përshëndetje. Jemi këtu me parashikimin e datës 3 prill 2026. Ikën muajt. Muaj 4 i vitit tregon, rrezaton, mundson dhe vepron. Ne jemi gati të përgjigjemi kërkesave të kësaj dite. Po, jemi me çdo kusht për arsye të ekonomisë dhe stabilizimit, sepse data 3 na mëson shumë gjëra. E para, është dita e Afërditës. Afërdita jep mundësinë ekonomike, jep financat dhe ndikimin e dashurisë. Dita e premte, ta manimenta dini, ka mjaft dhe shumë çështje që lidhen dhe ndikimet që kanë bëjnë në këtë drejtim, por kujdes që kërkohet, sepse nëse ne duam të nisim diçka ose të bëjmë diçka, është koha jonë në momentin më mirë i mundshëm. Por data 3 kemi edhe një aspekt planetar, që do thot Mërkuri tek Peshqit formon një trekëndësh me Jupiterin. Një kënd veçanërisht pozitiv për të marrë lajme të këndshme, për të pasur mundësi, fat, për të promovuar marrëdhëniet tona me persona të rëndësishëm, çështje që lidhen me profesionin ton, për të nënshkruar dokumenta, marrëveshje të rëndësishme, për të negociuar për mënyrën më të mirë, ndikojnë shumë pozitivisht shenjat e ujit, siç janë gaforret, akrepët, por dhe peshqit. Gjithashtu shenjat e tokës që lidhen me demin, virgjëreshën, britsjapët ose ata që kanë ascendente në këto shenja. Por gjithashtu mos harrojmë se kur flasim për tema të rëndësishme, lidhet dhe me kuptimin e jetës, kuptimin e asaj që ka bën në lidhje me ndikimin planetar. Dhe është një mundësi shumë e mirë dhe shumë pozitive dhe perfekte në ato që duhet bëjmë. Por para se të fillojmë me parashikimin e kësaj dite kaq